konsideron shtetet europiane si element për të qenë negociatore në tryezë. Patjetër. Presidenti Putin, në këtë rast, duke pasur parasysh edhe qasjen që është pasur për mbi 80 vite në botë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Sovjetik më tej dhe më vonë Rusia moderne, pak a shumë këto janë kingmakerat në botë. Presidenti Putin nga ana tjetër ka hequr edhe Zelenski nga ana e plotësimit të një marrëveshje me qasjen e qartë të politikës ruse që kemi të bëjmë me një qeveri pronaziste, me një njeri të cilit i ka mbaruar mandati dhe me një njeri i cili po akuzohet për korrupsion të thellë. Do kemi parasysh që target grupi politikës ruse në përfundimin e kësaj lufte është shumë i qartë. Ata nuk mund ta lejojnë që Zelenski të jetë heroi i Ukrainës. Rusët duan të fitojnë, edhe fitoren duan ta bëjnë në këtë lloj mënyre. Pra Zelenski si entitet politik, si personazh, duhet anashkaluar nga çdo lloj bisede për paqen. Prandaj po ta vini re presidenti Putin i drejtohet gjithmonë presidentit Trump. Marrëveshja e paqes në këtë lloj rasti po bëhet midis dy të fortëve, që kemi të bëjmë me SBA-n edhe me Rusinë. Nuk po e pyet njeri Ukrainën se çfarë kërkon Ukraina. Të vetmi që po mundohet të mbajnë një lloj qasje pro Ukrainës, pro Zelenskit, është Bashkimi Evropian. Po të jemi të sinqertë. Kur është pyetur Bashkimi Evropian për sa i përket konfliktit Rusi-Ukrainë? Kemi parasysh kryesorët, kingmakerat në këtë lojë do jenë gjithmonë dy superfuqitë e mëdha, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Rusia nga ana tjetër. Ky është fakt. Në na pëlqen apo s'na pëlqen, ky është realitet. Rei, ti si shikon pra fitoren e kësaj lufte, kush do ta ketë, Rusia apo Ukraina, dhe nga ana tjetër kush do ta paguajë faturën më të madhe? Faturën më të madhe për mua do ta paguajë Volodymyr Zelenski. Do ta paguajë Zelenski për shkakun sepse do të kemi parasysh diçka. Në momentin që flasim për një luftë, një hero lufte është njeri i cili sakrifikon për vendin e tij, që jep gjithçka për vendin e tij. Fundi i luftës tregoi që Zelenski u bë miliarder. Zelenski edhe miqtë e Zelenskit u bën miliarder. Kjo është problematika, prandaj unë mendoj se Zelenski do jetë humbsi i madh. Do fitojë Ukraina. Do fitojë Ukraina sepse do vendoset brenda Bashkimit Evropian. Do ketë mbrojtjen ushtarake të vendeve europiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do ketë parat e Bashkimit Evropian për të modernizuar dhe për të bërë efort si Gjermania dhe Polonia. Pra do bëhet kufiri i ri i Europës. Do fitojë Rusia. Do fitojë Rusia sepse në fund të ditës nuk do ketë NATO në Ukrainë. Nuk do ketë raketat e Bashkimit Evropian ose të imperialistëve të dikurshëm në portat e shtëpisë së saj. Fiton Rusia sepse siguron lindjen. Lindjen e cila nëse do të futemi aspektit gjeopolitik, gjeostrategjik, po flasim për toka dhe për një popullat e cila që në fillim të konfliktit ishte pro-ruse ose majoritare ruse. Pra pak a shumë jepi Cezarit atë çfarë i takon Cezarit. Rusia do marrë të vetën, Ukraina do marrë zhvillimin, Amerika do marrë fitimin e saj si elementi kryesor botëror sot për stabilitet dhe për paqe. Pra do vendoset në krye të skakjerës politike të diplomacisë botërore. Është mirë, Rei, një tjetër element kyç është se Macron kërkon që Europa të mos lihet jashtë negociatave të dominuara sigurisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A mund të jetë kjo një përpjekje e Parisit ndoshta për t'i thënë dhe Washingtonit se Europa nuk është më spektatore dhe nga ana tjetër a mund të përkthehet si një tension i heshtur transatlantik? Në fakt, ajo çfarë Presidenti Macron po mundohet të thojë edhe e përkrahur edhe më përpara nga Scholzi në Gjermani, ka një farë sensi logjik. Tashmë Europa duhet të japë një lloj fryme që ne mund të dalim dhe pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra ka 80 vite Europa e cila u formosua nga plani Marshall dhe që qëndron në tutelën amerikane. Unë jam dakord që Europa duhet të jetë fortë. Unë jam dakord që Europa duhet të jetë mbi ato baza politike, strategjike, ekonomike, sociale, fetare që ka pasur përpara shumë kohësh. A është Europa sot në gjendje për ta bërë këtë lloj
nisme, qoftë politike, sociale apo ekonomike, apo ushtarake në fund fare, siç po kërkohej nga presidenti Scholz, edhe e mbështetur nga presidenti Macron, se të jemi të ndërgjegjshëm. Ajo çfarë ka rëndësi në fund është ushtria, sa e fortë ke dhe se sa në gjendje je për të bërë presionin politik nëpërmjet forcës. Pra të bësh ato që politika amerikane e ka në doktrinën e saj të mirë përcaktuar, paqen nëpërmjet forcës. Europa nuk e ka këtë lloj koncepti. Për shkak të disa elementeve të ndryshme. Për elementeve politike, ekonomike dhe sociale, emigracionit, çështjeve ka shumë mesele brenda Europës. Për të arritur në këtë lloj faze që thot Macroni. Po, jam dakord, mund të arrihet, po kjo gjë mund të arrihet vetëm në momentin kur Europa të shuhe problemet e saj të brendshme. Dhe momentalisht po flasim për një moment i cili nuk është i mirë për Europën. Pra kemi një dështim të politikave të majta në Britaninë e Madhe, me protesta kundrejt emigracionit, çështjes ekonomike, por edhe ndaj elitës politike në pushtet, të cilët po cilësohen si të paaft për të vepruar politikisht në decisiv në momente kyçe. Kjo është faza e parë që duhet kalojë Europa. Prandaj është shumë e vështirë. Pastaj do kemi parasysh diçka tjetër. Bashkimi Evropian është entitet politik shumë i fortë, por ama është shumë i përcaktuar në komunitetin evropian roli i parlamenteve lokale. Pra është e vërtet që ka përfaqësues në Parlamentin Evropian, po Asambleja në Francë luan shumë. Bundestagu në Berlin luan totalisht rol tjetër. Presidenti Macron në këtë moment është një moment të vështirë politikisht. Do të kemi parasysh që ka protesta ndaj Macronit. Qeveritë në Francë, flasim për qeveritë që dalin nga Asambleja, nuk e duan më Macron. Macronit i kërkohet dorëheqja dhe Macron nuk e jep dorëheqjen. Pra në një farë mënyre kemi të bëjmë me një individ i cili është në probleme të thella politike të brendshme. Dhe cila është zgjidhja më e mirë në këtë rast? E janë kryer një armik të jashtëm. Edhe fokusohemi tek armiku i jashtëm për të hequr elementet tona të brendshme. Kështu që a ka të drejtë Macroni nga ana politike, doktrine? Absolutisht që ka të drejtë. Duhet një Europë e fortë që të jetë vendimarrëse, madje në këtë rast që flasim për konfliktin në Ukrainë, të ketë edhe veton e saj, edhe hapësirën e saj për të folur. Por ama të jemi të sinqertë, nuk e pyet me njëri Bashkimin Evropian. Në momentin që flasin dy të mëdhenjt, Rusia dhe Amerika, këta heshten. Por, unë do doja... Politikisht ka të drejtë, praktikisht të shtonë. Qartë, unë do doja të teksoja që edhe pse Parisi thotë se Ukraina do të jetë pjesë e çdo procesi, ndryshe e dim se historia na ka treguar, historia europiane, pra një edhe marrëveshje të cilat në tryez nuk kanë pasur palën kryesore. A ka reale ndoshta që edhe Kievi të shqetësohet se dialogu me presidentin rus Vladimir Putin mund të rrshqasë ndoshta në kompromise territoriale? Atëre, në qëse do të futemi historisë politike të Europës, atëre do të bëjmë që të japim një sens logjik bisedës, do të themi duam një Europë që ka vetëm Ukrainën, apo duam një Europë e cila do të përfshi edhe Rusinë brenda. Qartë. Do thëmë, do të kemi të qartë cili do jetë plani. Në qëse unë do përfshihem të plani politikës botërore, edhe vendosë se një paqe absolute përse përket Komitetin Evropian, ose teritorit të Europës, absolutisht duhet që edhe Rusia të jetë përfshirë në politikat europiane. Sepse po flasim për një vend e cila natyralisht